Thuajse një vit pas miratimit të paketës së maleve, e cila synonte të kthente kursimet e diasporës në investime në zonat malore dhe rurale, zbatimi mbetet i ngadalshëm. Deri tani, vetëm 13 bashki kanë shpallur zonat me përparësi, ndërsa qeveria ka parashikuar të paktën 1000 investime si objektiv. Paketa synon të nxjisë investime në turizëm, blegtori dhe energji të pastër, duke ofruar lehtësira fiskale për 500 investitorët e parë, përfshirë përjashtim 10 vjeçar nga TVSH, tatimi mbi të ardhurat, taksa prone dhe taksa infrastrukturore. Investitorët mund të fitojnë pronësi mbi tokën për vetëm €1, ndërsa pjesa tjetër përfiton thjesht lehtësira burokratike. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, ka theksuar më herët se pavarësisht interesit të lartë, me rreth 4800 shprehje interesi në vitin 2024, bashkitë kanë vonuar shpalljen e zonave prioritare dhe finalizimin e aplikimeve. Kryeministri Rama ka kritikuar vonesën dhe ka paralajmëruar se rikandidimi i kryebashkiakëve do të varet nga përparimi i paketës së maleve, duke vendosur si objektiv realizimin e 1000 investimeve në të gjithë vendin. Procesi funksionon përmes portalit online, ku investitorët tregojnë pronën, kohën e shfrytëzimit dhe llojin e investimit. Certifikata e pronësisë jepet pas përfundimit të projektit, duke garantuar një kombinim të stimulimeve fiskale dhe legalizimit të pronës për qytetarët që e kanë përdorur tokën për shumë vite.